Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me bukën mund t'ju kushtojë jetën. Buka është padyshim e mrekullueshme në shije dhe në shqisa, por sa i përket shëndetit, jo dhe aq. Buka është e para prej së cilës një person që dëshiron të humbas në peshë duhet të heqë dorë. Nga ana tjetër, teprimi me bukën shoqërohet me pasoja në organizëm, të cilat ju do t'i gjeni në këtë video. Më shumë uri. Kur vjen puna tek uria, ka shumë rëndësi lloji i bukës që ju zgjidhni. Buka ofron shumë karbohidrate dhe veçanërisht ajo e bardha ka një nivel të lartë glicemie. Studimet gjithashtu kanë treguar se konsumi i produkteve me një nivel të lartë glicemie mundet që të shtojë urinë dhe të shtyjë njeriun drejt tepricës. Niveli i sheqerit do të rritet. Ngrënia e një koshi të tërë me feta buke mund të nxjisë rritjen e tepërt të nivelit të sheqerit në gjak. Kur ajo ndodh, njeriu përballet me një rrezik të shtuar të shfaqjes së diabetit. Buka e bardhë përmban dritë të përpunuar dhe ka një nivel të lartë glicemie që përkthehet në nivele të larta të sheqerit në gjak. Shtimi në peshë. Buka e bardhë nuk ofron fibër dhe as ushqyes të tjerë dhe rrjedhimisht nuk ju mban të ngopur gjatë. Kësaj ju duhet që të konsumoni më shumë ushqim sepse do të ndiheni më të uritur dhe do të merrni më shumë kalori që përkthehet në shtim të pa evitueshëm në peshë. Probleme me tretjen. Një nga disa avantazhet e konsumit të pak të fibrës është tretja problematike dhe konstipacioni. Për më tepër, buka e bardhë mundet që të përmbajë shumë krip, veçanërisht në qoftë se ju hani disa feta njëra pas tjetrës. Konsumi i tillë i kripës shkakton fryrje në stomak dhe jo vetëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e frenuar të bukës dhe përzgjedhjen e llojit të duhur të saj që është buka me dritë të plotë dhe të papërpunuar. Për ne shqiptarët, buka është një lloj si qershia mbi tort, është ajo që i jep gjithçka. Në tryezë mund të kesh çdo gjë të mundshme, por sigurisht që asnjë pjatë nuk shijon një lloj pa pak bukë. Për të mos harruar këtu që mama dhe gjyshet tona e han bukën me djathë, me shalqi, rrushë të bardhë apo edhe fiq. Por, çfarë ndodh me trupin e njeriut në qoftë se ju vendosni të mos hani bukë për të paktën një muaj? Do të bini nga pesha. Buka është e pasur me karbohidrate të rafinuara, gjë e cila çon në akumulimin e ujit në trup. Është vlerësuar që çdo gram karbohidratesh që hani grumbullojnë 3 deri në 4 gram ujë. Kjo gjë do t'ju bëjë ju të ndiheni më të fryrë dhe të akumuloni një kohësisht yndyr, sidomos rreth zonës së barkut. Përmirëson gjithashtu sistemin tuaj tretës. Gluteni, karbohidratet e rafinuara dhe përbërësit e tjerë të cilët gjenden pikërisht në bukë ju bën ju që të ndiheni më të fryrë. Ato ngadalsojnë gjithashtu tretjen e ushqimit. Eliminimi i bukës për një muaj do të përmirësonte ndjeshëm punën e sistemit tretës dhe njëkohësisht do të riaktivizonte metabolizmin tuaj. Fibrat e gjendura me shumicë tek buka, jo vetëm që do të ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, por zvogëlojnë edhe rrezikun e obezitetit dhe të sëmundjeve kronike. Do të keni luhatje të humorit. Në qoftë se ju i thoni jo dritrave, i keni thënë jo neurotransmetuesve si për shembull serotonina, e cila do t'ju bëjë ju të ndiheni më mirë. Karbohidratet janë një burim kryesor i energjisë së trurit. Kur një person eliminon karbohidratet, ai do të ndihet i lodhur, i plogësht dhe do të shfaqë probleme me pagjumsinë. Rritet rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare dhe i diabetit të tipit 2. Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës,
Drithrat munden që të përmirësojnë nivelin e kolesterolit në gjak dhe ulin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës, obezitetit dhe diabetit të tipit 2, kështu që duke eliminuar bukën ju rrisni rrezikun për të prekur nga këto sëmundje. Gjithashtu, do të keni parasysh që buka ka vlera tepër të veçanta për shëndetin, por ja sa feta duhet që të hani në ditë. Të dhënat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë më të larta në raport se të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë të larta krahasuar me vende të tjera të Evropës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen natyrshëm që të themi le të ham bukë, por siç thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar. Ndaj kur vjen fjala te konsumimi i bukës, edhe ai duhet që të ketë një kufi. Çdo dritë tjetër mund të mbulojë nevojat jetësore për bukën. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën, ndaj kujdesuni që buka të jetë me drithra të plota. Po ashtu, racioni ditor i bukës dhe i drithrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukën dhe çdo dritë tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet që të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione drithi në ditë. Gjithashtu, burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Fëmijët dhe njëkohësisht duhet të keni parasysh që të konsumojnë bukë me cilësi të lartë. Drithrat e plot, sipas të dhënave, drithrat e plot, pra jo të përpunuar, janë më të pasurit në ushqyes. Ekspertët gjithashtu këshillojnë se gjysma e bukës që ju konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur me drithë të plot. Ushqyesi që ofron buka, në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe gjithashtu fibër. Vitamina B rregullon edhe metabolizmin dhe gjithashtu ndihmon edhe sistemin tuaj nervor. Fibra është e nevojshme edhe për tretjen, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin tuaj imunitar dhe për nivelin e oksigjenit në gjak. Prandaj, herën tjetër siguroni që të konsumoni bukë me cilësi të lartë dhe me vlera ushqyese dhe njëkohësisht të mos e teproni me të, pasi mundet që të shkaktojë efekte anësore, ashtu siç mund të ndodhë me cilin do ushqim tjetër. Gjithmonë keni parasysh se edhe korja e bukës mbetet një nga ushqimet më me vlera ushqyese. Buka përmban shumë fibër e cila ndihmon për tretjen dhe parandalimin e problemeve të sistemit tretës. Siguroni që të blini bukë e cila është 100% me miell të drithit të plot. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit
që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!